A është hadith I sakt kur thojnë ka thonë Allahu ruju pak, unë të ruj shumë. Mashallah. Kjo është hadith I rrejshëm. Nuk është hadith. Mirë po, si fjalë, si rregull, Islam është I sakt. Pra, pejgamberi Allahu xhaleshanu na ka obliguar me marrë sebepet. Na thojmë popullor që duhesh me lidh devën, mase ne mi mbështet Zotit. Edhe kjo duhet me marrë sebepet, më rujt njëri. Nuk bën me mëkatin e 10 aty edhe me thonë, hajt sune po heci skejeve, nuk po ruhem, nuk po vën skele aty te banesa, kur të voziti makinën nuk po lidhen makinë. Jo, duhesh me marrë sebepet, se është haram mas me marrë sebepet. Është haram. E pastaj kur ti merr sebepet, mbështetesh Allahut. Do të mi marrë ilaçet, me shku te mjeku, te doktore, dhe me mbështet Allahut. Allah jep shërimin. Mirë po, absolut nuk është e lejuar që mos mi marrë sebepet. Pra si thonje, është e sakt, si rregull. Po si fjalë nuk themi është hadith, as nuk është ajeti I Kuranit.